Mjeku gjerman i nxjerr jashtë loje farmacit. Hani një tas kosë çdo mëngjes, do befasoheni. Nëse do të kishte një ushqim që mund ta hani pa problem, ai është kosi. Lugë thjesht me mjalt, me fruta të freskëta ose arra janë më të lehta në përzierje. Në këtë video do të rendisim arsyet pse duhet të konsumoni kosë çdo ditë, cilat janë përfitimet dhe vlerat që do t'i sjellë shëndetit tuaj. Ju do të merrni të gjithë kalciumin që ju nevojitet në shëndetin tuaj të kockave me konsumin e kosit. Ju mund të jeni të rritur dhe nuk keni nevojë për kalcium që merrni nga qumshti, por ai mbetet thelbësor për trupin dhe për shëndetin tuaj. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të marrë këtë element të rëndësishëm për shëndetin e kockave. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse shmangni qumshtin ose jeni intolerant ose vegan, mund të keni mungesë kalciumi. Nëse mundeni, siguroni që ta hani një kosë çdo mëngjes në mënyrë që të mos keni nevojë të merrni shtesa të medikamenteve. Është e rëndësishme që të konsumoni kosin e freskët natyral të përgatitur vetë në kushte shtëpie, si një zgjidhje parësore me elementet e tij ushqyes. Ju do të jeni në një humor më të mirë me konsumin e kosit. Mikrobioma e zorëve informon trurin se është i qetë kur ndjeni edhe ekuilibrin. Kur ka qenë i nevojshëm, trupi nuk ndihet i kërcënuar. Ulëntimet kanë treguar gjithashtu se ngrënia e kosit 2 herë në ditë forcon zonat e trurit të lidhura me emocionet, siç është për shembull edhe stresi. Hani kosë dhe kockat tuaja do ju falenderojnë. Gratë në veçanti janë më të prirura për humbjen e masës kockore. Për fat të mirë, një filxhan me kosë çdo natë është e mjaftueshme për të mbajtur atë, edhe një kosisht kalcium, protein, kalium, fosfor, vitaminë D. Hani çdo ditë dhe zvogëloni shtesat për osteoporozën. Ju humbisni në peshë. Sipas nutricionistëve, nëse hani kosë çdo ditë, ju rrisni shanset për të humbur peshë. Proteina ju ngop dhe pakson ushqimet gjatë ditës, ndërsa ka studime që lidhin përqindjen e peshës së ulët me yndyrnat e konsumit të kosit. Përfshirja e kosit në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Kosi është konsumuar nga njerëzit prej qindra vitesh. Ai dallohet për vlerat e larta ushqyese dhe konsumi i rregullt i tij do të sjellë përfitime të konsiderueshme për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i kosit në mënyrë të rregullt. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për humbjen e kilogramëve të tepërt. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ata të kthehen në çdo zgjedhje ushqyese, qoftë një ushqim ndërtues në palestër ose edhe vazhdimi i dietës së tyre, ose zakonisht një kombinim i këtyre të dyjave. Sa i përket dietës së shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në këtë program dietik. Sipas ekspertëve, konsumi i kosit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund t'japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit. Kosi për një zorë të shëndetshme. Shëndeti i zorës mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese gjithëpërfshirëse dhe të shëndetshme. Zorët janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese, ndaj është thelbësore që ato të funksionojnë si duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është edhe konsumi i kosit, dhe ekspertët këshillojnë konsumin e tij në mënyrë të rregullt për të mbajtur larg këto komplikacione. Nëse doni kocka më të forta, përfshirja e kosit në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Nëna juaj gjithmonë ju thoshte të pini qumësht për kockat tuaja. Ndoshta ndryshe nga shumë gjëra të tjera, kjo ishte e vërtetë, por ajo mund të ketë harruar të thotë se kosi gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ndërtimin e masës tuaj kockore, sidomos për njerëzit të cilët vuajnë edhe nga problemet e osteoporozës. Kosi mund të cilësohet si një produkt shumë i mirë ushqyes edhe për të përmirësuar humorin tuaj. Në mes të problemeve të stresit të punës ose çdo gjë tjetër që ndikon negativisht në çështjen tuaj, humori juaj është i lehtë që të bjerë pas këtyre situatave. Ka mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj.
ushqimi dhe dieta e mirë, gjithashtu edhe ngrënia e kosit mund të jenë alternativat më të mira për të mbajtur larg këto komplikacione dhe për të sjellë rezultate fantastike në dobi të shëndetit tuaj. Kosi do të përmirësojë sistemin tuaj imunitar. Në ditët e sotme është shumë e rëndësishme të keni një sistem imunitar më të shëndetshëm për të luftuar edhe komplikacionet e mundshme. Një nga mënyrat për të forcuar sistemin imunitar është të konsumoni probiotikët që gjenden te kosi. Këto baktere të shëndetshme parandalojnë gjithashtu mbizotrimin e atyre të këqija, gjë që çon edhe në përmirësimin e shëndetit të zorëve, gjithashtu edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të sistemit imunitar. Konsumi i përditshëm i kosit, përveç të mirave që mund të ketë, ka edhe një anë e cila nuk duhet të tepruhet me kombinimin e sheqernave, pasi mund të rrisë edhe problemet të organizmit. Ekspertët këshillojnë mos e konsumoni kosin në sasi të tepërt të sheqerit, pasi mund të jetë një zgjidhje jo e mirë për trupin dhe për shëndetin tuaj. Nëse konsumoni kosin në mënyrë të rregullt, konsumojeni atë pa shtojca të tepërta të ëmbëlsirave siç është sheqeri. Në vend të tij mund të zgjidhni mjaltin si një alternativë shumë e mirë ushqyese dhe e shëndetshme. Kosi është një nga ushqimet më të konsumuar nga vetë shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet fare lehtë edhe me produkte të ndryshme. Kosi mund të hahet me të ëmbla, me të kripura, në mëngjes, në drekë ose në darkë, edhe për një vakë të lehtë. Kosi është i pasur gjithashtu me kalium, me kalcium, me magnez, me vitaminën B, B12. Në këtë video do të mësoni të gjitha vlerat kryesore që do t'i jap trupit dhe shëndetit tuaj ngrënia e kosit në mëngjes ose edhe pas tij. Sistemi i tretës do të përmirësohet ndjeshëm. Kosi përmirëson tretjen sepse konsumi ditor i tij, veçanërisht në mëngjes, do të mbrojë sistemin tretës nga toksina dhe bakteriet e ndryshme, duke u kthyer kështu në një aleat të shkëlqyer të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Përfshirja e kosit në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të jetë një zgjidhje shumë e mirë për imunitetin. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin, ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme shumë të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë në rritjen e vlerave tuaja të imunitetit. Gjithashtu edhe kundër tensionit të lartë të gjakut. Sipas të dhënave të Healthline, kaliumi te kosi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për ndihmën e trupit për eliminimin e kriprave të tepërta të organizmit, duke sjellë kështu rezultate fantastike në dobi të shëndetit tuaj. Në këtë mënyrë kosi do të ndihmojë ndjeshëm në uljen e niveleve të tensionit të gjakut dhe shëndetit të zemrës, duke u kthyer në një aleat të vërtet në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kosi është një zgjidhje fantastike edhe kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet të ndryshme të tyre. Nëse doni që të keni një organizëm më të shëndetshëm, atëherë kosi mund të jetë kryefjala për dietën tuaj. Një filxhan me kos ka të paktën 275 mg kalcium. Për këtë arsye, konsumi i kosit në mëngjes mund t'i jap kockave tuaja vlera të duhura për elementët ushqyes për t'i mbajtur ato më të forta dhe më të shëndetshme. Kështu që, përfshirja e kosit në dietën tuaj mund të jetë një alternativë shkëlqyer ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Kosi përmban probiotik dhe eliminon mikroorganizmat nga sistemi i tretës. Nëse vuani nga fryrja e stomakut ose diarreja, është e këshillueshme që të hani kos që në mëngjes. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe pas aktiviteteve fizike. Proteinat e kosi japin muskujve aminoacidet që ju duhen për të rrimë këmbër pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit do të bjerë dhe kosi mund ta rikthejë atë. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe në betejën kundër alergjive, për të përmirësuar peshën trupore dhe kundër kaviteteve të dhëmbëve. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.